Zonja Agjeu nuk është një kandidaturë unifikuese, vetëm aty është pra dallimi. Nëse vetëvendosjes gjejmë zgjidhje tjetër, ta shohim si do të ecim më tutje, po megjithatë mendoj se do të ishte në interes të tyre që të propozojnë ndonjë kandidaturë unifikuese edhe të kalon ky bllokim. Po tani ne jemi të interesuar që të konsultohemi si opozitë, pra si të ecim përpara, nuk është një gjendje e mirë me mbajt kështu Kosovën. Kuptohet, mujë me diskutu kush e ka përgjegjësinë, kush e ka fajin, të gjitha faji bjen mbi atë që s'ka shumicë. Pra se ka shumicën, si ka votat, edhe nuk jep ndonjë opcion bashkëpunimi. Pra bashkëpunimi nuk është vetëm bën si të them unë, nëse ju duhen votat tona, atëherë duhet me bashkëpunu. Zonja Agjeu nuk është një kandidaturë unifikuese, vetëm aty është pra dallimi. Po logjika jonë ka qenë mos me ndalë te kryetari i kuvendit ose qëllimi ynë, po kandidatura është jo unifikuese dhe ajo po na pengon.